Të nderuar profesorës të medjave, ju falenderoj për pranimin tuaj në këtë konferencë parë së bashku. Është një mundësi e mirë për ndarë me ju, si dhe përmes jush me publikun, çështje dhe drejtimet kryesore të punës së Ministrisë së Drejtësisë, po gjithashtu edhe për çështje të aktualitetit. Dhe dua të nis këtë konferencë për shtyp me një lajm të mirë. Siç ju e njohur, ne kemi kaluar në parlament ndryshimet në kodin penal, duke përfshirë këtu, dhe dua të theksoj dekriminalizimin e shpifjes për sidomos për një kategori caktuar personësh që kërkojnë më shumë mbrojtje, dhe kjo kategori personësh është pikërisht gazetarët, jeni ju, të cilët falë misionit tyre shumë fisnik të thoja dhe në raport me shërbimin që i bëjmë publikut për transparencë dhe për ndarje të informacionit aktual, por edhe prioritetet që kanë misionet shqiptare, si dhe duke shkuar më tej akoma, përmes një garancie të shtuar ku ju garantoni nga kanosjet, thënë kjo në nenin përkatës të kodit penal të ndryshuar, vepra e kanosjes konsiderohet e cilësuar, kur subjekt i kanosjes janë gazetarët. Kjo është treguesi i qartë i vullnetit të qeverisë shqiptare për të mbrojtur lirinë e shprehjes, për të mbrojtur dhe inkurajuar gazetarët të cilët në mirëbesim dhe konform kodit të etikës dhe një pune profesionale të lavdërueshme, të jenë të lirë në kryen e detyrës së tyre, por edhe të mbrojtur nga çdo lloj formë intimidimi apo presioni. Kështu që jam shumë i lumtur që e nis këtë konferencë parë me ju, pikërisht me këtë lajm të mirë, por gjithashtu me një lajm tjetër po aq të mirë, që sapo kanë firmosur në fakt propozimin pas përfundimit të procesit të marrjes mendimeve nga institucionet përgjithëse, përfshirë këtu organin e akuzës, për amnistinë penale, duke dërguar këtë propozim për akt ligjor në Këshillin e Ministrave dhe shpresoj shumë shpejt të kemi miratimin e aktit në mbledhjen e qeverisë dhe më pas depozitimin në kuvend. Për interesin tuaj, dua të theksoj këtu që është një kategori shumë e madhe personësh të cilët përfitojnë nga shifrat paraprake, të përcjella edhe nga organi i akuzës, duke përfshirë dhe procedimet e vitit 2024, do të thoya që numri i përfituesve është shumë i lartë, më shumë se 10.000 shtetet shqiptarë të cilët përfitojnë, dhe konkretisht, siç e kemi bërë me dje më herët, janë 1.280 persona të cilët aktualisht janë në sistemin penitenciar, që do të thotë 380 persona përfitojnë lirim të menjëhershëm, më pas 900 të tjerë të cilët përfitojnë ulje dënimi, dhe me ndryshimet e fundit që u bën në draft, nga i lançuar më herët, ku ne prezantuam në fund të dhjetorit dhe vullnetin e qeverisë shqiptare për shkuar me një akt të tillë human në favor të shumë shtetësve shqiptarë përfshirë gradë të mitur, të cilët gjenden sot në qeli dhe ne nuk shohim më arsye që ato duhet të rinë aty, duke sjell këtu dhe faktin që kemi shumë të tjerë që përfitojnë nga shurja e ndjekjes penale dhe konkretisht, thjesht për ta ilustruar, nga të dhënat e përcjella nga prokuroria e përgjithshme, kemi për 2 vepra të cilat konsiderohen të lehta, si ato që lidhen me nenin 134 apo nenin 291, e fundit që ka të bëjë me drejtimin e parregullt të automjetit. Në total, vetëm për vitin 2024, llogaritën 7.711 procedime të regjistruara në organin e akuzës. Pra këto shohen menjëherë pas miratimit të projekt ligjit për amnisti, dhe ky është një lajm i mirë dhe pa përfshirë këtu dhe të shumë persona të tjerë të cilët janë aktualisht në shërbimin e provës. Pra vërtet kemi një kategori të lartë personash, grupe vulnerabël, duke përfshirë këtu dhe grade të mitur që unë e përmenda më herët, të cilët përfitojnë nga ky akt human, dhe kjo tregon që ne jemi një shoqëri e cila duhet të orientohet më shumë drejt parandalimit, drejt rehabilitimit, drejt reintegrimit dhe të japim një mundësi të dytë dhe të japim më shumë mbështetje personave të cilët për fat keq në moment caktuar bien pre
e zbatimit represiv të ligjit, dhe nuk është ky qëllimi ynë. Ne një vend, një shoqëri e cila pretendon të jetë pjesë e familjes evropiane së shpejti, duhet së pari të ndryshojë qasjen, duhet të ndryshojë mendsinë, dhe të jemi më tepër drejt faljes, drejt mundësive reale, drejt mbështetjes sociale-ekonomike, dhe burgu, masa e arrestit me burg apo parabugimit janë fjala e fundit, kur ka ndryshuar çdo gjë tjetër. Nga ana tjetër, sigurisht vazhdon puna për reformën e drejtësi. Me gjithë punën e mirë që është bërë këto vite, është momenti, duke qenë se ne jemi në përvjetorin e 10 të reformës në drejtësi, të kalojmë nga faza e euforisë për gjithçka të mirë që është arritur, duke evidentuar këtu faktin që për herë të parë në Shqipëri, kur asnjëherë nuk mendoi nga askush që do të kishim shembjen e kulturës së pandëshkueshmërisë, dhe kjo është bërë mundur falë pikërisht kësaj reforme të mbështetur nga qeveria aktuale, nga Partia Socialiste dhe në bashkëpunim me partnerët ndërkombëtar, me ngritjen e institucioneve të reja, me forcimin e tyre, kapacitetet dhe të cilat shkojnë jo vetëm për pavarësinë e institucioneve të drejtësisë, por sigurisht është shumë e rëndësishme nga ana tjetër të theksojmë edhe rëndësinë e përgjegjësisë së tyre, drejtësisë transparente, drejtësisë objektive, drejtësisë për gjithë, dhe një drejtësie llogaritëse përpara qytetarëve shqiptar. Njëkohësisht, ne vazhdojmë të ecim drejt teksa progresojmë në kuptim të konsolidimit të këtyre institucioneve të drejtësisë, dhe një bashkëpunim shumë efikas dhe efektiv të gjithë organeve pa të pushtetet ndryshme për në funksion të misionit të gjithë secilit për nesh, dhe e cila përkthehet në më shumë liri të drejta për qytetarët shqiptar, të cilat nuk duhet të jenë vetëm të mishëruara në kushtetutë, por duhet të jenë të zbatueshme në frymë dhe në gërm të ligjit në përditshmëri. Nga ana tjetër, siç jeni për Ministrinë e Drejtësisë është shumë e rëndësishme procesi që ka nisur për ndryshimin e politikës penale. Kam theksuar edhe në eventin e djeshëm, ku ne patëm drejtorin e përgjithshëm të Këshillit të Evropës për të drejtat e njeriut dhe sundimin e ligjit, ku është shumë e rëndësishme tashmë për Shqipërinë që ne të udhëhiqemi në frymë, në përmbajtje dhe në veprimtarinë tonë të përditshme, qofshin institucione politikbërëse apo edhe ato ligjzbatuese ose të dhënies së drejtësisë, nga standardet ndërkombëtare, Konventa Evropiane e Drejtave të Njeriut dhe praktika e gjykatës së Strasburgut, pasi faza e parë e track recordit, pra e rezultateve konkrete në luftë kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit është dëshmuar qartë dhe njohur dhe nga progres raportet e Komisionit Evropian, por tashmë jemi në një fazë akoma më të rëndësishme që është konsolidimi i këtyre institucioneve dhe konsolidimi në kupton pikërisht standardet. Kur qytetarët shqiptarë shohin këto institucione, ato duhet shohin standardet dhe vlerat evropiane të atyre institucione të cilat ne duam të marrim për model, dhe jo të mjaftohemi vetëm nga lajmi i ditës, përkundazi, ai që mund duket lajmi i ditës për dikë, për dikë tjetër mund të jetë dhe ndoshta një cënim i një procesi tregut ligjor. Kështu që vërtet drejtësia shqiptare duhet të flasë me standarde, duhet të flasë me parime të mishëruara në kushtetutë, të cilat duhet të përkthehen edhe në përditshmërinë tonë, qoftë në punën tuaj si gazetar, në parlament, në diskursin publik, dhe sigurisht kjo është përgjegjësi e sidomos e shtuar atyre që kanë përgjegjësinë dhe privilegjin të jenë të zgjedhur apo të emëruar në poste të caktuara, duke përfshirë dhe mua patjetër që të jemi gjithmonë të kujdesshëm me gjërat që ne komunikojmë, pasi kjo është edhe ajo çfarë përcakton dhe tonin dhe se si shoqëria më pas e përcjell atë, dhe tregojmë vërtet që Shqipëria nuk është më Shqipëria e viteve 90, por Shqipëria është një shoqëri e emancipuar që përqafon Europën në vlera, në standarde, dhe vërtet kjo kërkon nuk ndodh brenda natës, por duhet të jemi persistent dhe të jemi koshient që 2027 nuk duhet përkojë vetëm me mbylljen e negociatave teknike me Bashkimin Evropian, po të dëshmojmë që jemi dinjitoz në natyrezën e Brukselit, dhe kjo përcjellet më së miri me nivelin e lartë të profesionalizmit, me të qenit të drejtë në informacionet që ne përcjellim, me politikat e bazuara në këto informacione, dhe patjetër duke mos ceduar kursesi në standardet dhe të drejtat dhe liritë të çdo kujt, sidomos kur bëhet fjalë për tjetrin.
dhe nuk do të presim që t'jemi vetë subjekte të një padrejtësie dhe më pas të kuptojmë peshën e padrejtësisë, apo se do të thotë një parabugim i të zgjatur, apo i pa justifikuar në mënyrë individuale nga gjykata dhe thjesht zgjidhet si mjet i shpejt, por kurse si jo më i përshtatshëm, jo më i drejti. Kjo ka të bëjë me forcimin e shtetit të së drejtës, ka të bëjë me liritë dhe të drejtat themelore që garantohen në kushtetutë, dhe kjo ka të bëjë dhe sigurisht me integritetin e institucioneve. Ka të bëjë me një shërbim që i ofrohet qytetarëve si nga institucionet shtetërore, të cilat do të jenë llogaridhënëse përpara qytetarëve, dhe kjo bëhet më së miri edhe përmes komunikimeve të tilla sipas si ky e sotshmi, por edhe nga komunikimi profesional që bëhet dhe nga ju, nga gazetarët, të cilët sigurisht për vitesh shërbejnë me devotshmëri dhe me profesionalizëm në komunikimin e të së vërtetës tek opinioni publik. Dhe nga ana tjetër, sigurisht një reformë shumë e rëndësishme për mua si ministër i drejtësisë, me gjithë problemet e evidentuara dhe të mbartura, por patjetër këto janë edhe sfidat të cilat gjithmonë kur gjendet bashkëpunimi i duhur, si me aktorët brenda vendit, qofshin këto agjencitë ligjzbatuese, por dhe me organin e akuzës apo edhe partnerët ndërkombëtar, ne duhet të mësojmë më fort një sistemi më cilësor në kuptim të trajtimit të paraburgosur dhe dënuar, po sigurisht dhe sigurisht në burgje. Kështu që së shpejti ne do të kemi një event të përmasave kombëtare, do të thoja, ku do të ftohen të gjithë partnerët, si agjencitë ligjzbatuese, por edhe organet të drejtësisë, por me fokus edhe tek mbështetjet që mund të ofrohet edhe nga partnerët tanë strategjik ndërkombëtar, ku shumë prej çështjeve që janë me një rëndësi të veçantë për mua si ministër i drejtësisë, si nga aspektet që lidhen me sigurinë, por edhe ato që kanë të bëjnë me trajtimin dinjitoz dhe human të paraburgosurve dhe dënuarve, po ashtu edhe me çështjet të shëndetit të popullatës në sistemin penitenciar dhe elemente të tjera shumë të rëndësishëm, duke përfshirë dhe rishikimin e bazës ligjore, patjetër janë një sfidë, por me cilën unë padyshim kërkoj dhe mbështetjen e opinionit publik përmes punës tuaj, por edhe të partnerëve tanë, të cilët sigurisht nga komunikimet që kanë pasur deri tani janë ofruar shumë të gatshëm për të ndihmuar në këtë drejtim. Nga ana tjetër, sigurisht një element shumë i rëndësishëm i mirëqeverisjes është dhe digitalizimi, ku kërkoj gjithmonë më shumë që të gjitha këto procese të kalojnë nga punën e letër, po të kemi sisteme të aksesueshme si nga agjencitë e varësisë, Ministrisë së Drejtësisë, po ashtu edhe nga bashkëpunimi që ne kemi me agjencitë e tjera, në mënyrë që çdo gjë të jetë e gjurmëshme dhe të jetë e shkëmbyeshme në funksion të punës së përditshme të këtyre agjencive dhe patjetër edhe ku bëhet fjalë për bashkëpunimin ndërkombëtar. Këto ishin si prezantimi i parë, po patjetër jam tashmë fjala është për ju dhe jam shumë i hapur për çdo pyetje tuaj. Zoti Lamallari, a përmban drafti amnistisë që ju keni firmosur sot amnistim për dënimet cilat janë dhënë nga gjykata e posaçme? Faleminderit për pyetjen. Jo, nuk përmban këto dënime. Ne kemi thënë edhe më herët se për ne është shumë e rëndësishme që të mos krijojmë keqkuptime për spekulime, megjithëse kam dëgjuar gjithë argumentet përfshirë ato të natyrës juridike, pa dashur të hyj nëse qëndrojnë ose jo, por duke marrë parasysh edhe kontekstin në cilin ne ndodhemi dhe mbështetjen e vazhdueshme që ne i kemi ofruar organeve të reja drejtësisë, konkretisht atyre në luftë kundër krimit të organizuar dhe SPAK, ne kemi bërë qartë që kjo nuk përfshin personat të cilët kanë qenë në hetim, janë në hetim apo në gjykim nga GKK. Zoti Lamallari, cili është qëndrimi që maxhoranca do të mbajë në lidhje me imunitetin e zëvendës kryeministres Belinda Balluku? Faleminderit. Besoj që qëndrimi i maxhorancës ka qenë i qartë, ku siç ju jeni tashmë të njohur, kryeministri ka ushtruar të drejtën e tij për të vënë në lëvizje gjykatën kushtetuese. Argumentet janë paraqitur aty, ku në thelb qëndron pretendimi pra e një pushteti, konkretisht pushteti ekzekutiv, por të kalim të pushtetit të një pushteti tjetër, pra pushteti gjyqësor. Dhe këtu sigurisht kemi të bëjmë edhe me pushtetin i cili konfirmon mandatin e ministrave, përfshirë dhe mua, dhe nga ana tjetër dhe kushtetuta përcakton qartë që ministrat gëzojnë imunitetin e deputetëve.
Zoti Ministër, sa i takon ju e përmendet edhe pak sigurisë në burgje. Kemi pasur një arratisje pak kohë më parë nga ambientet e spitalit të Durrësit, një personi i cili është në proces gjyqësor në gjykatën e posaçme. Cilat janë masat konkrete shtesë, sepse po flasim për sistemin e burgjeve, ku sa herë ka pasur kontrolle nga shërbimi kontroll të brendshëm të burgjeve, janë gjetur aparate celular në duart e personave me rrezikshmëri të lartë, siç kemi pasur rastin në burgut të Drenovës, ku u gjet Lerta Xhiut. A keni marrë masa të tjera për të kontrolluar sistemin e burgjeve? Të falenderoj për pyetjen. Në fakt kam ndjekur me vëmendje dhe raportimin që ju keni bërë për këtë çështje dhe do të thoja që është për të përgëzuar, sepse siç ju jeni njohur, sapo ndodhi situata në burgun e Durrësit, reagimi i ministrit të drejtësisë ishte i shpejt, pa ekuivok, duke filluar nga pezullimi i menjëhershëm i zinxhirit përgjegjës dhe duke vënë ato në dispozicion të hetimit penal. Nga ana tjetër, u procedua menjëherë me shkarkimin e drejtorit të JVP Durrës, por dhe duke bërë me këtë rast dhe transferimin e të gjithë atyre dënuarve të cilët ndodheshin në këtë burg, në burgjet e tjera të një sigurie më të shtuar, dhe krahas këtyre masave sigurisht i kam kërkuar shërbimit kontrollit brendshëm në sistemin e burgjeve një rritje proaktive të hetimeve në të gjithë burgjet e vendit, pikërisht për të garantuar shmangjen e situatave të ngjashme, apo edhe evidentimin e palishmërive që kanë të bëjnë pikërisht me futjen e sendeve të palishme. Kjo sigurisht, siç e përmenda edhe më herët, kërkon masa më të gjera se sa një rast konkret, dhe kjo është arsyeja sepse unë kam kërkuar dhe organizimin e një tryeze të rëndësishme, ku do të përfshihen jo vetëm partnerët tanë brenda vendit, por edhe ata të huaj, për të ndihmuar si në kuptim të standardeve, në kuptim të rishikimit të bazës ligjore, por edhe në kuptim të mbështetjes, që ka të bëjë fokusi do të jetë siguria. Zoti Ministër Armand Bajrami nga CNN, ju përmendët amnistin të paktën e keni njoftuar dhe lajmëruar në ditët e fund vitit të shkuar, tashmë jemi në fund të muajit parë të këtij viti. Përpos shifrave, besoj se shqiptarët meritojnë dhe përveç fjalës së shpejti, nga praktika në të kaluarën shpesh herë kur për amnistit është thënë së shpejti, ky së shpejti ka zgjatur deri në 6 apo 7 muaj. A keni një datë të përafërt apo një periudhë të përafërt se kur do të gjejë zbatim kjo amnisti e re, pra për 1 muaj, për 2 muaj apo për 3 muaj, së pari, dhe së dyti referuar arratisë Altindocit pak ditë më parë nga paraburgimi i Durrësit. Hetimi i prokurisë Durrësit në lidhje me çështjen dhe me zyrtarët e marrë nën përgjegjësi penale për rastin, citon duke ju referuar informacioneve nga shërbimi i kontrollit brendshëm burgjeve, një institucion në varësinë tuaj, se shpeshherë shoqërimi për në spitalit burgosurve me rrezikshmëri të lartë shoqërore dhe me gjendje të mirë ekonomike kryhet për favore ndaj tyre, kryesisht takime speciale të tyre, duke dhënë rishfet zyrtarëve të burgjeve. Duke pasur një institucion nën varësi shërbimin e kontrollit brendshëm burgjeve dhe që ju mban të informuar, sa i përhapur është ky fenomen, pra sa herë dhe sa shpesh ndodh që të paraburgosurit apo të burgosurit që zhvendosen nga burgjet me arsyetimin e shërbimeve mjekësore, shfrytëzojnë ato për takime speciale. Faleminderit. Faleminderit, zoti Bajrami. Në fakt, për amnistinë, zbatimi sigurisht në fund të muajit dhjetor ne anoncuam vullnetin e qeverisë shqiptare për të shkuar me këtë akt human. Nga shifrat që unë përmenda, do të thojë që është një përfitim jashtëzakonshëm për shumë shtetet shqiptare, qofshin ata që janë të dënuar, qofshin ata që janë në paraburgim, për fat keq disa prej tyre edhe për një kohë shumë të gjatë, ndonjëherë edhe më gjatë se sa vetë dënimi që ato marrin me vendim të formës përfundimtare. Dhe sot ju komunikova dhe firmosjen e propozimit drejtuar Këshillit të Ministrave për miratimin e këtij akti ligjor, dhe them së shpejti për të mos vendosur një datë, duke qenë se tashmë mbetet procedura e brendshme në Këshillin e Ministrave për të shqyrtuar futur në renditet dhe për të miratuar këtë akt, dhe më pas depozitohet brenda ditës në kuvend, dhe më pas nga shqyrtimin e komisioneve parlamentare deri në miratimin e seancës plenare, është diçka që unë nuk do doja të shpresha në terma kohor, sepse nuk më përket mua dhe duhet jemi shumë të kujdesshëm që mos ngjem prishmëri
të caktuar dhe më pas ata nuk varen nga ne. Por, për sa më përket si Ministri i Drejtësisë dhe roli im në kuvend, patjetër do të bëhet pamundur që kjo të shqyrtohet në kohën më të shpejtë mundshme pa cënuar cilësinë e aktit që ne paraqesim, i cili është shumë i konsultuar, duke marrë këtu për mendimin edhe të prokurisë së posaçme dhe prokurisë së përgjithshme, por dhe këshillave të lartë gjyqësor, pra këshillit të lartë gjyqësor dhe këshillit të lartë të prokurisë dhe institucionet e tjera, kështu që unë besoj që duke qenë se po flasim për amnistinë, që është një akt që prek shumë dispozita të kodit penal, nuk mendoj që një muaj kohë që ne kemi shpenzuar gjatë kësaj periudhe është e vonuar, por kundërzi duke marrë në konsiderat periudhat e mëparshme, partitë e mëparshme ku amnistia në vetvete merr shumë kohë, pasi preken shumë dispozita, impakton shumë qytetarë, unë mendoj që kjo ishte një kohë më e shpejtë e mundshme. Për lidhur me pyetjen e dytë, po është e vërtet, patjetër jam vënë në dieni të këtij informacioni, ashtu siç isha vënë në dieni të informacionit që këto vizita të kryera për qëllim në pretendime e kontrolleve shëndetësore nuk ishin njoftuar as në detyrimin e përgjithshme të bugjeve, as në shërbimin e kontrollit të brendshëm të bugjeve, dhe kjo ka qenë arsyeja kryesore sepse unë menjëherë kam marrë vendimin për shkarkimin e drejtorit dhe nga ana tjetër, siç e përmenda më herët, kam kërkuar shërbimin e kontrollit të brendshëm të bugjeve që të jenë të pranishëm në çdo IEVP, në çdo institucion të ekzekutimit vendimit penal, pikërisht për të garantuar proaktivitet, për të garantuar evidentimin e këtyre situatave dhe për goditjen e tyre përpara se ato të përshkallëzohen. Sigurisht është një raport që po përgatitet, ka informacione ditore që përcillen dhe nga shërbimi i kontrollit të brendshëm të bugjeve, krahas komunikatës ditore që përcillet nga detyria e përgjithshme e bugjeve, dhe patjetër gjithë ky informacion që unë do më vihet në dispozicion, do t'i shërbej dhe asaj çfarë unë përmendëm më herët në funksion të bashkëpunimit gjithëpërfshirës si të institucionet të zbatimit ligjit, por edhe partnerëve tanë. Zoti Ministër, Blerina Cene, Vizion Plus. Një ndër direktivat e Unionit është depenalizimi të rësor i shpifjes, të cilët ju e përmendet në hyrje të fjalës suaj. A mendoni që depenalizimi i pjesshëm i kësaj vepre penale mund penalizojë rrugtimin në Bashkimin Evropian? Dhe dy, a mendoni që vendi ynë i ka krijuar kushtet drejtuesve të mjeteve që ata të shmangin parkimin dysh? Lidhur me pyetjen e parë, sigurisht ne kemi komunikuar që në mbyllje të procesit screening, pra të shqyrtimit të akteve ligjore dhe hartimit të pozicionit për bashkëta negociuese me Komisionin Evropian. E vërteta është që kjo nuk ka të bëjë me direktiva të caktuar, nuk ka asnjë direktivë të Bashkimit Evropian që përcakton dekriminalizim të plotë të shpifjes. Kjo lihet në diskrecion të vendeve anëtare dhe konkretisht shumica dërmuese e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian nuk e kanë të dekriminalizuar shpifjen, përkundrazi është vepër penale dhe për shumë prej tyre dënohet me burgim. Shumë pak vende në fakt e kanë dekriminalizuar dhe kjo ka ndodhur vetëm vitet e fundit. Megjithatë ne jemi të përkushtuar për të çuar më tej reforma të tilla që kanë bënë pikërisht me shtetjen së drejtës dhe me përdorimin e çdo mase alternative, duke përfshirë dhe ato sanksione financiare. Por është shumë e rëndësishme që mos jemi të nxituar, mos i bëjmë gjëra thjesht në emër të integrimit evropian, por të jemi çdo lëvizje të bëhet duke reflektuar kontekstin social-ekonomik, kulturor të një vendi, efektet e pritshme që ai do të kishte, sepse sigurisht këtu balancojmë mes lirisë së shprehjes dhe të drejtën e çdo që duhet të gëzohet çdo person për të patur të pacënuar integritetin e tij, si nga shpifja, fyerja e tjerë. Kështu që kjo duhet të jetë një veprim i matur dhe patjetër ky hap i parë është shumë pozitiv nga qeveria shqiptare dhe në vijim, në varësi edhe të zhvillimeve që ndodhin në nivel të Bashkimit Evropian, por edhe të praktikës së Gjykatës Evropiane të Drejtësisë dhe vendimeve të Gjykatës Evropiane të Strasburgut, gjë e të njëjtës, ne sigurisht do të marrim dhe masat përkatëse, por pa dyshim që kjo nuk e ndikon kurse rrugtimin ton në kuptim të integrimit evropian. Për këtë kemi diskutuar intensivisht dhe me Komisionin Evropian dhe bashkërisht kemi vendosur në fakt që do të ishte më e drejtë që në këtë fazë ne të kishim gazetarët në mbrojtje të veçantë nga ligji penal lidhur me këtë aspekt
dhe duke përfshirë këtu dhe kolegët tuaj jashtë vendeve, pra në vendet e Bashkimit Evropian, pra duke mos u kufizuar vetëm brenda Shqipërisë dhe prandaj është formulimi i tillë në dispozitën e re të Kodit Penal ku kërkohet që kjo masë aplikohet dhe ndaj kolegëve tuaj që mund të kryen detyrën në Shqipëri, por pavarësisht se janë të regjistruar dhe një zyrtarisi të tillë, pra që ushtrojnë profesionin e gazetarit në një vend të Bashkimit Evropian. Në turizmën e dieshme, ekspertët e huaj propozuan kriteret të posaçme, të paktën për gjyqtarët dhe prokurorët, sa i takon masave të sigurisë, sidomos ato të arrestit në burg. Çfarë ndryshimesh do të bëj ose propozimesh do të bëj Ministria e Drejtësisë sa i propozimit bërë ditën e dieshme nga ana e tyre, pasi ishte një propozim i rëndësishëm, dhe pyetja e dytë ka bëj sërish me ngjarjen që ndodhi në paraburgimin ose në burgun e Durrësit, ku krahas arratisjes atje pati dhe shumë të cilët janë me dënime ose parashikohen janë në paraburgim për vepra të rënda penale që ndodheshin në këtë paraburgim dhe ndërkohë që u transferuar më pas. Kur dihet që burgu i Durrësit nuk ishte një burg i sigurisë së lartë, të paktën takon veprave që ata akuzohen. A ka një hetim ose një analizë të kësaj çështje në lidhje me këta persona, si kanë qëndruar në atë burg? Përfshi këtu dhe Altin Docin, i cili në fakt kishte vepra penale të rënda dhe lidhur me pyetjen e parë, në fakt tyresa e dieshme ishte një mundësi e shkëlqyer për të bërë së bashku gjithë aktorët kryesorë në vend në fushën e drejtësisë. Ishin profesorë të lartë të organeve drejtësisë dhe një diskutim shumë informues dhe konstruktiv, do të thoja, i nxitur nga prezantimet që u bën si nga drejtori i përgjithshëm për drejtat e njeriut dhe shëndimi e ligjit në Strasburg, në Këshillin e Evropës, po ashtu dhe nga dy magjistratë të nderuar, të cilët njohin shumë mirë kontekstin aktual në Shqipëri dhe kanë përgatitur për llogari të Këshillit të Evropës dy raporte shumë të vlefshme, do të thoja, përfshi dhe rekomendimet që ju citoni, ku me të drejtë ata thonë që ka ardhur koha që Shqipëria të përqafojë plotësisht standardet e aplikuara si nga Gjykata Evropiane me Gjykata Evropiane për drejtat e njeriut, po ashtu dhe të zbatueshme në nivel të vendeve anëtare të Këshillit të Evropës, atyre të cilët ne sigurisht ne duam t'i parafrohemi edhe në kuptim të integrimit evropian, ku konkretisht erdhën me masa konkrete pra që kanë të bëjnë si me pragun që duhet të zbatohet për veprat të caktuar, duke ndarë ata veprat e lehta dhe veprat e rënda, pasi nuk ka kuptim që veprat të lehta të ndiqen në gjendje paraburgimi, përkundërzi ato janë vetëm kosto humane, janë kosto financiare, janë kosto njerëzore dhe nuk përbëjnë kurfar rreziku, pra që mund të citohet a priori në vendimet e gjykatave për të njohur këtë kërkesë të prokurisë për futjen e paraburgimit të personave për vepra të lehta dhe pa rrezikshmëri të theksuar shoqërore. Dhe ata propozojnë vinë me një propozim konkret, pra qoftë një më spaku apo deri në 3 vite, pra për vepra të dënueshme deri në 3 vite mos aplikohet, duke para pas rasti sigurisht që përket autoritetet shqiptare që ta vendosin këtë, dhe kjo kërkon një analizë të theksuar, të kujdesshme, pra se cilat janë ato vepra që mund dënohen aktualisht deri në 3 vite, por që për nga vetë natyra e tyre ndoshta mund të përjashtohen nga ky rishikim, dhe nga ana tjetër ato preken me të drejtë dhe nevojën e përcaktimit shumë qartë të kufive deri ku mund të aplikohet masa e paraburgimit. Pra, derisa vite mund të zgjasen paraburgimi një person, si për një vit maksimumi për vepra deri të mesme që ato e klasifikuan, pra të një rrezikshmëri jo të theksuar, por që gjithsesi kërkon vëmendjen e autoriteteve, apo deri në 2 vite për vepra të rënda. Kështu që patjetër kjo në kupton një përgjegjësi të shtuar dhe për organet e drejtësisë që të kryejnë veprime hetimore dhe të një procesi tregullt ligjor në kohën më shpejt të mundshme. Pasi sigurisht drejtësia e vonuar është drejtësia e mohuar. Lidhur me transferimin e personave,
Pa tjetër, pjesë e vendimarrjes për të transferuar këto persona nga burgu i Durrësit në bugjet të sigurisë më të lartë, konkretisht Peqinit dhe Fierit, u bë pikërisht mbi bazë të një informacioni që u diskutua së bashku me drejtuesit e përkatësisht të drejtorisë përgjithshme të bugjeve dhe shërbimit kontrollit brendshëm të bugjeve, dhe unë mendoj që ishte vendimarrje e duhur dhe e drejtë. Dhe nga ana tjetër, sigurisht duke qenë dhe nën presionin e mos krijojmë situatë të mbipopullimit në bugje, për shkak se kjo nuk kupton një presion të shtruar mbi ato bugje ku kalojnë dhe personat e transferuar, po nga ana tjetër dhe marrë këtu në konsiderat nevojën për ndërhyje dhe përmirësim të infrastrukturës të sistemit penitenciar, përfshi rikonstruksionin që po bëhet në IVP Fushkruj. Ishte e nevojshme që persona me rrezikshmëri të ulët të kalonin drejt burgut të Durrësit dhe nga ana tjetër ato me rrezikshmëri më të lartë, të cilët nuk mund të qëndronin më në godinën e cila po i nështrohet rikonstruksionit, të shkonin drejt bugjeve të sigurisë më të lartë. Ky është një proces që bëhet sigurisht mbi bazë të evidencave, informacioneve për cilët nga drejtoria e përgjithshme e bugjeve, duke marrë në konsiderat veprat penale që këto persona kanë kryer dhe duke marrë në konsiderat dhe nivelin e sigurisë që paraqesin bugjet ku ato transferohen. Patjetër është një element shumë i rëndësishëm që duhet trajtuar me shumë kujdes dhe vëmendje në vimësi dhe ju garantoj që për këtë jam çdo ditë dhe në çdo kohë i vëmendshëm si për të kërkuar informacion, por edhe për të garantuar që çdo vendim është i mirë informuar dhe është i duhur. Edison Kurani, Agjencia e Lajmeve NOA. Zoti Ministër, duhet ju pyes në lidhje me amnistin dhe zgjerimin që ju keni bërë së fundmi dhe po e paraqisni në qeveri. Pyetja është sa ulet ngarkesa në institucionet e vuajtjes së dënimit e mjediset të paraburgimit, pra do të ketë më a shfryhet mbi popullimin që ndodh deri tani dhe në vazhdim të kësaj pyetje. A mendoni se duke qenë se Kodi penal bën ndryshime të herpashershme, amnistia janë bërë dhe më parë, megjithatë mbi popullimin në burgje ka vazhduar. A nuk mendoni se prapë do të përsëritet dukuria, pra ju do të ulni ngarkesën në burgje me amnistinë e re dhe deri në amnistinë e radhës do të ketë mbi popullim? Si mendoni, do të ndodhë sërish kjo apo keni marrë masa për ta shmangur? Faleminderit. Faleminderit, pyetja shumë e drejtë. Në fakt, në kuptim të shifrave, unë e përmenda më herët që janë 1280 persona të cilët gjenden sot në sistemin penitenciar, qoftë në statusin të dënuarve, apo të paraburgosur, të cilët përfitojnë nga amnistia, që do thotë 1280 persona të cilët lirohen nga populata aktuale për 4982 persona. Që do thotë është e ndjeshme në kuptim të çlirimit të kapaciteteve aktuale të sistemit të burgjeve. Por, duhet të theksoj që krahas problematikës që duhet shmangur për mbi popullimin, amnistia në vetvete nuk ka vetëm këtë qëllim, përkundazi ka shumë herë më tepër qëllimin human, që ka të bëjë pikërisht me ofrimin e një mundësie të dytë ndaj atyre personave të cilët nuk kanë më arsye të qëndrojnë në kushte të privimit të lirisë, por edhe atyre që përfitojnë nga shkruajtja e ndjekjes penale, pasi duhet ketë një kohë të arsyeshme ku organi akuzës duhet të përfundojë hetimet dhe mos zgjaten ato pafundësisht dhe personit i nështrohet një presionit të vazhdueshëm për 1, 2 apo edhe më shumë viteve që është në hetim dhe çështja e tij nuk ka marrë zgjidhje. Kështu që patjetër këtu ka të bëjë me sparje me drejtat dhe liritë themelore të çdo kujt për t'ju nështruar një procesi të rregullt ligjor. Është përgjegjësia e organeve disbatuese dhe të ndjekjes penale që të garantojnë që detyrat e tyre kryhen në një kohë sa më shpejt të mundshme dhe të arsyeshme, por këtu duke vënë theksin dhe tek fakti që amnistia nuk i shërben, pra nuk shkon as në favor të personave që janë përfitues dhe përdet në kuptim të ato e kanë kryer, konsideroj që ato kanë kryer pjesën e konsiderueshme të vuajtjes së dënimit dhe rrjedhimisht nuk mund të pretendohet që mund të ketë efekt rehabilitues apo reintegrues për disa vite më shumë dhe prandaj amnistia ofron një mundësi të dytë për këta persona, po ashtu edhe fakti që patjetër kjo politik, pra amnistia
marrë në kombinim dhe me politikën e re penale që ne kemi lançuar si përmes rishikimit të kodit penal dhe kodit ri total penal që do të po hartojmë dhe pajecim shumë mirë në këtë drejtim, falë bashkëpunimit që kemi marrë dhe mbështetjes së vazhdueshme të Këshillit të Evropës, por edhe organizma të tjera ndërkombëtare dhe kodit të procedurës penale, shumë i rëndësishëm në kuptim të procesit rregull ligjor dhe ku preken dhe çështje si paraburgimi që kanë sjellë pikërisht një mbikëngërkesë të sistemit të bugjeve për vite me radhë, që do thotë është e papranueshme që në Shqipërinë që pretendon të jetë pjesë e familjes evropiane, kemi mbi 58% të personat që janë në paraburgim. Ndërkohë që në Bashkimin Evropian, në familjen që ne duam të aderojmë, janë 1 në çdo 5 persona. Pra, ose do të vendosim të ndajmë nga mendësia e shkuar e një sistemi që vetëm ndëshkon, por më shumë të shkojmë drejt vlerave europiane dhe mbështetjes për kategoritë sidomos vulnerabël, me një vëmendje të shtuar për gratë dhe të miturit. Personalisht jam lidhur shumë me misionin e ekzekutimit të vendimeve penale ku sot mbahen të mitur deri në moshën 18 vjeç dhe vërtet kjo ka qenë një kauzë që është ndruar në kauzë personale për mua dhe jam shumë i lumtur që edhe këta të mitur, një pjesë e mirë e tyre përfitojnë nga kjo amnisti dhe kjo ka të bëjë pikërisht me shtetin të cilin dhe shoqërinë të cilën ne duhet të kërkojmë dhe ta mbishërojmë së pari nga vetja, që ne jemi jo ndëshkues, jo për gjyqjet publike, jo për linçimin, por kundazi ku flitet për liri dhe drejtat e njerëzit, përfshi dhe dinjitetin dhe trajtimin njerëzor të çdo kujt, të jemi shumë kujdesshëm dhe vetëm kjo na bën vërtet europian edhe përpara se të hyjmë në Bashkimin Evropian. Kështu që unë besoj që politika e re penale, pikërisht kodi i ri penal, duhet të reflektojë këtë edhe në kuptim të marzheve të dënimit. Ne nuk mund të pretendojmë të kemi vepra të cilat mund të sankcionohen dhe me ligje të tjera, apo të trajtohen si shkelje administrative, të dënohen me burgim. Por kundrazi, ne duhet të shikojmë më shumë për masa alternative të dënimit. Kjo është arsye sepse unë personalisht jam shumë i angazhuar edhe për garantimin e këtyre masave, duke përfshirë dhe implementimin e sistemit të mbikëqyrjes elektronike, që për fat keq nuk ekziston në Shqipëri. Ju e dini shumë mirë që kjo është një histori e hishme e së shkuarës. Kjo është një pjesë e diskutimit që ne patëm dhe magjistratët si magjistratin belg nga gjykata e apelit të Antwerpës, por i cili ndau me ne përvojën e mrekullueshme nga Belgjika në implementimin e kësaj mase, duke shmangur shumë ndjeshëm edhe aplikimin e masës së paraburgimit, por edhe nga gjyqtari i kasacionit në Itali, i cili gjithashtu mbështeti masa të tilla alternative, duke përfshirë dhe sanksionet financiare dhe masa të tjera si shërbimi i provës. Pra janë një kompleks nismash dhe politikash që ne po ndjekim njëkohësisht dhe kjo falë edhe bashkëpunimit që kemi me delegacionin e Bashkimit Evropian, me Komisionin Evropian dhe me projektet nga partnerët e tjerë. Perseda Qefalia nga ATSH. Çfarë masash parashikon të ndërmarrë Ministria e Drejtësisë në lidhje me përmirësimin e infrastrukturës gjyqësore për të rritur sigurinë në gjykata? Sigurisht, siç e ka lançuar më herë dhe kryeministri, qeveria shqiptare ka vizionin e qartë dhe angazhimin e plot për të vjuar me masterplanin e godinave të gjyqësorit, ku përfshihen jo vetëm gjykatat, por dhe prokurorit. Ministria e Drejtësisë ka kryesuar punën për mbledhjen e informacionit të disponueshëm nga gjykatat dhe prokurorit në gjithë vendin, si në kuptim të gjendjes aktuale, ku përfshihet dhe siguria dhe hapësirat e pamjaftueshme për ushtrimin e detyrës, por edhe pritshmëritë e tyre për nevoja si në kuptim të hapësirave fizike, si për stafet që punojnë aty, gjyqtar, prokuror apo stafet ndihmëse, por edhe ato për arkivimin e dosjeve, por nga ana tjetër dhe për duke parë modelet e ndryshme që ekzistojnë kryesisht në Itali, por edhe vende të tjera, të parqeve të drejtësisë, ku bëhen bashkë të gjitha këto institucione, të cilat në fund ditës jo vetëm është e lehtë dhe më praktike në kuptim të përditshmërisë të punës të gjyqtarë prokurorë të cilët e ushtrojnë aktivitetin në një ambient të përbashkët, por edhe të aksesit në drejtësi për qytetarët. Nuk ka kuptim që një qytetar i cili
i nështrohet një procesi gjyqësor, të shkojë sa në prokurori, më pas të bëjë disa kilometra për të shkuar në gjykat, por sigurisht duhet jemi shumë realist që kjo është një reformë masive që do të implementohet për herë të parë në Shqipëri dhe kërkon jo vetëm mbështetje të fortë financiare, për cilën qeveria shqiptare është angazhuar, por nga ana tjetër kërkon dhe kohën e nevojshme, në mënyrë që të jetë sa më e koordinuar dhe duke prioritizuar këtu ato gjykata dhe prokurori që janë në gjendje më emergjente për ndërhyrje. Zoti Ministër, edhe një pyetje të dytë. Ka një diskutim që me ndryshimet e reja të kodit penal është hequr neni i cili lehtësonte të penduarit e drejtësisë. Pra, nëse një person kërkon të bëhet i penduar drejtësie duke i shërbyer organit e akuzës, por edhe sistemit gjyqësor për të rrëfyer të gjitha ngjarjet kriminale ku ka qenë i përfshirë dhe personat cilët janë të përfshirë, a do të ketë ai mundësinë të përfitojë ulje dënimi, sepse përgjithsisht personat kërkojnë të bëhen të penduar pasi përfitojnë edhe nga pjesa e uljes së dënimit. Faleminderit. E kam ndjekur edhe këtë debat në media të ndryshme, në fakt informacioni duhet pari plot, ndërhyrjet e prezantuar në kodin ekzistues penal. Spari duhet të theksoj që kanë të bëjnë me parafrim direktivash, pikërisht edhe kjo pjesë që ne kemi ndryshuar aty ka të bëjë me parafrim me një direktivë të posaçme të Bashkimit Evropian, e cila e bën shumë qartë që aplikimi i këtij përfitimi, pra qoftë shuarjes së dënimit apo uljes së masës së dënimit, nuk mund të jetë automatike, por kundazi e kushtëzuar me faktin që personi tërhiqet nga veprimtaria kriminale, faktin që personi jep ndihmës vendimtare pra si ato legjizlatuese, por edhe organet e drejtësisë, dhe nuk është e vërtet që vetëm kemi hequr dispozitën nga neni 28 paragrafi 7, por në fakt ka një nen të prezantuar aty, konkretisht 54.2, që ka të bëjë pikërisht me heqjen e dënimit, pra shuarjen e dënimit apo përshtimin pra nga dënimi ose ulja e dënimit për bashkëpunëtorët e drejtësisë dhe viktimat. Nëse lexoni me vëmendje këtë dispozitë, e cila është parafrim motamo i direktivës, në kupton qartë që edhe konsultimet që ne kemi pasur me komisionin, jo vetëm për këtë, por edhe për gjithë elementet tjera, pra të gjithë verbrat e tjera që ndryshojnë në kodin ekzistues, si ato që kanë bënë me krime shumë serioze si trafikimi i drogave, trafikimi i qenie njerëzore, abuzimi për shfrytëzim seksual i të miturve, online dhe offline, apo verbra tjera të një rrezikshmërie të theksuar, përfshi këtu dhe mbrojtja apo përfitime që jepen nga ligji bashkëpunëtorëve të drejtësisë ose viktimave, janë pjesë e një pakete të parafrimit të kuadrit ligjor-vendas, pra kodit penal me direktivat e Bashkimit Evropian. Edhe një herë theksoj që ky kod, pra drafti i amendimeve, i është nështruar konsultimit të vazhdueshëm me shërbimet e Komisionit Evropian dhe vetëm pasi kemi marrë dritën e jeshile nga ana tyre, ne kemi proceduar me miratimin në qeveri edhe më pas në parlament. Zoti Ministër, lusi përgjigje nga Radio Televizioni Publik Shqiptar. Ju folët pak më parë për reformën në drejtësi dhe aktualisht ku përmbahet kjo konferencë nga ana tjetër në KLG përmbahet edhe një seancë për gjyqtaren e posaçme Irena Gjoka ku sipas prokurorisë së përgjithshme kjo e fundit ka gënyer në formularet e deklarimit dhe ka patur një dënim në shtetin grek. A mendoni se ky rast ndikon drejt për drejt në integritetin e reformës në drejtësi? Dhe pyetja e dytë është duke u nisur edhe nga kritikat e fundit që keni drejtuar ndaj ILD-s, ju mendoni që ky institucion nuk ka kapacitet apo nuk di të jetojë gjyqtarët për masat disiplinore ndaj tyre? Okej, unë edhe në çeljet të vitit të ri gjyqësor, një event shumë i rëndësishëm i cili u organizuar për herë të parë në gjykatën e lartë, shpreh qartë gjithë qëndrimet e mia si ministri i drejtësisë, bazuar në evidenca, duke adresuar çështjet të ndjeshme si stoku apo gjithë çështjet e prapambetura qoftë në kuptim të hetimit penal, por edhe atyre në gjykim, të cilat zvarritja atyre përbën një shqetësim për çdo qytetar, po ashtu edhe nevojën që ne kemi për më shumë llogaridhënie dhe përgjegjësi nga magjistratët, dhe kjo është punë sigurisht e ILD-s, pra Inspektoratit të Lartë të Drejtësisë, i cila duhet të jetë sigurisht më proaktive. Unë mirë kuptoj gjithë vështirësitë e hasura në kuptim të plotësimit të vakancave dhe pretendimeve të tjera që ngrihen,
por 10 vite pasi është miratuar reforma në drejtësi, të gjitha institucionet përfshi i ledon dhe këshillat, kërkohet të japin rezultate konkrete në përmbushje të detyrave të tyre, si në plotësim të vakancave, të cilat nuk mund të vazhdojnë pamërimisht. Ne bëm një ndërhyrje në ligjin përkatës, i cili u miratuar si pjesë e paketës së 2 ligjeve që prekin drejtësinë pa vetëm në seancën e fundit në parlament, dhe miratuam, morëm në konsiderat dhe dialogun që ishte bërë mes Komisionit Evropian dhe institucione që kishin ngritur një pretendim të tillë për duke kërkuar një shtyrje të afatit, të qëndrimit në detyrë të krerëve aktual të gjykatave dhe prokurorive, pikërisht deri në vitin 2028. Kjo nuk ishte pranueshme për ne dhe për deputetët që shurtuan në Komisionin Parlamentar, pasi nuk mund të legjitimojmë një vonesë e cila nuk duhet justifikuar. Përkundazi duhet çdo organ ka detyrën të përmbush përcaktimet pa misionin e tij sipas përcaktimeve ligjore dhe mos pretendohet mos bëhet traditë që gjithmonë ne do të shfrytëzojmë mundësinë e radhës për të ndryshuar ligjin dhe për të legjitimuar diçka që ne nuk e bëmë më herët. Kështu që patjetër duhet jemi të zëshëm në këtë kuptim, në këtë drejtim, dhe bëra këtë pa dashur të anatemoj punën e askujt nga institucionet përgjegjëse, por sigurisht kjo teksa ne kemi folur dhe do të vijojmë të flasim vazhdimisht për nevojën e forcimit të pavarësisë të institucioneve të drejtësisë, por nga ana tjetër pavarësia nuk ka kuptim pa llogaridhënien. Jo më kot shtetet me një demokraci të theksuar kanë vënë theksin tek pavarësia, por njëkohësisht edhe tek kontrolli dhe balanca. Pasi nuk mund të ketë pavarësi në ishuj. Institucionet ndërveprojnë me njëra tjetrën, sigurisht duke respektuar pushtetin dhe diskrecionin e gjithë secilit, edhe duke qenë të kujdesshëm në përfshirjen e komentimin e çështjeve konkrete që adresohen në rastin konkret nga Këshilli i Lartë Gjyqësor. Kështu që unë do preferoja të respektoj detyrën e tyre dhe patjetër nuk është detyra e Ministrisë së Drejtësisë të komentojnë mbi raste konkrete që kanë bëjnë qoftë me hetime disiplinore që bëjnë nga Inspektorati i Lartë i Drejtësisë apo nga kolegjia në rastin që ju përmendët, por patjetër për sa i përket garantimit të kryesës së detyrës sipas përcaktimeve ligjore dhe duke marrë në konsiderat ankesat e shumta që vijnë nga qytetarët shqiptar, drejtuar Ministrisë së Drejtësisë për pretendime që lidhen kryesisht me zgjatje të afateve deri në pafundësi për zbardhje të vendimeve gjyqësore, që kjo është komplet e paarsyeshme dhe pa justifikueshme dhe nuk kam hezituar për çdo rast që ka ardhur i plotësuar me dokumentacion përkatës dhe verifikimet paraprake që ka bërë stafi i ministrisë, për t'i çuar në ILD, kemi bërë publike raste, do të vijoj ta bëj këtë për çdo rast, pasi në fund ditës qytetarët shqiptarë presin edhe nga Ministria e Drejtësisë, edhe nga politikë borësi që të ketë ndërhyrje dhe të jemi të zëshëm mënyrë që të garantojmë pikërisht dhe llogaridhënien. Vetëm atëherë ne mund të garantojmë që reforma në drejtësi do të jetë e suksesshme, nuk do të jetë thjesht një reformë që zgjat disa vite, përkundrazi, kemi folur për pavarësinë, kemi folur për kapacitet, por duhet të flasim për konsolidimin. Që thotë secili respekton detyrën sipas afateve ligjore dhe mbi gjitha sipas standardeve evropiane. Duke u rikthyer sërish të paraburgimeve, pse është ndërhyrë pikërisht tani në lidhje me paraburgimet dhe nuk është ndërhyrë më parë, pasi rekomandimet të Këshillit të Evropës ka patur që në vitin 2023 dhe ky ka qenë një problem i mbartur, madje ata kanë ardhur edhe me propozime konkrete. Unë do thoja nuk është asnjëherë vonë të bësh gjën e duhur, gjën e drejtë, por sigurisht për mua personalisht raporti i parë që unë kam marrë në Trieste në javën e parë që unë morë detyrën, lidhet sigurisht me gjendjen e sistemit penitenciar dhe ishte shokuese, e papranueshme të shikoja se si një numër kaq i lartë të paraburgosur ndodheshin në bugjet e vendit dhe aq më tepër duke u thelluar në analizë, duke parë se shumë prej tyre ishin për një kohë shumë të gjatë dhe krahasuar këtë dhe me veprat përkatëse për cilat ata dyshoheshin se kanë kryer dhe mos harrojmë se zoti paraburgosur në fund ditës është një person potencialisht i pafajshëm
dhe nuk duhet mbetet prezumimi i pafajësisë vetëm në kushtetut, ndërkohë që në jetën e përditshme ne kur i referohemi personave të caktuar apo edhe të paraburgosurve, gjithmonë kemi referohemi sikur po flasim për prezumimin e fajësisë. Kjo do të ishte e papranueshme dhe unë besoj që është një reminiscencë e së shkuarës, një politike penale ndëshkuese, represive, e cila patjetër për cilët dhe përqafohet edhe nga shoqëria në tërësi, por vërtet ne duhet jemi pa aq të ndjeshëm, pa aq qytetarë në kuptim të mbrojtjes, garantimit të drejtave të çdo kujt, të kolegut, të miqve, të shoqërisë, të njerëzve që ne nuk i njohim, aq më tepër kur flitet për një shumatore kaq të madhe të personave që ndodhen në sistemin e bugjeve, të cilët janë për një kohë të gjatë dhe ende në pritje të një vendimi fajësie. Okej, nëse nuk ka pyetje, tjera ju falenderoj për vëmendjen. Për sa i përket kodit të ri penal i hedhur për konsultim publik dhe kur pritet që të finalizohet. Edhe një pyetje dytë për sa i përket burgut të Lezhës ku janë me masat e sigurisë pra detyrim i detyrueshëm pra për të ushtruar për persona që janë edhe me probleme, ka mbi kapacitet gati në 2 fish, çfarë parashikohet u përfol që mund t'i kalohen në varësi Ministrisë së Shëndetësisë dhe çfarë mund të bëhet për sa i përket edhe uljes së kapaciteteve në këtë burg? Lidhur me kodin penal, është bërë një punë shumë e mirë të thoja nga grupi punës, të cilët pasi kanë marrë mendimet e të gjithë institucionet të përfshira, por edhe nga të ardhur nga konsultimi publik, kanë reflektuar një pjesë ndërmuese të tyre, mund të them deri në këtë fazë kanë ndryshuar mbi gjysma e draftit të paraqitur në Korik për konsultim publik. Dhe puna vijon, do të vijoj intensivisht këtë ditë. Falenderoj të gjithë ato që kanë kontribuar me mendime shumë të vlefshme, duke ju referuar dispozitave konkrete. Dhe siç e përmenda më herët, ne kemi bashkëpunuar dhe kemi marrë mendime dhe analiza konkrete të përcjella dhe nga Këshilli i Evropës, si për kodin penal, por jo vetëm, por edhe për kodin e procedurës penale, pasi është një punë që vijon paralelisht për amendimet që do të bëhen në kodin e procedurës, sepse kur flasim për paraburgimin, nga ajo çfarë u përmend dhe nga Tryeza e djeshme, është e qartë që nuk preket vetëm njëri kod, por preket edhe kodi penal, duke riklasifikuar verbat penale dhe mënyrën se si ne trajtojmë ata. Në kuptim të afateve, do të thoya që kjo do të varet shumë edhe nga përfundimi i shpejt që kanë përkuar i reflektimit të mendimeve të ardhura nga grupi punës, ku institucionet ndryshme përfshirë dhe institucionet e drejtësisë kanë dhënë këto mendime me shkrim, drejtuar Ministrisë së Drejtësisë, por nga ana tjetër është e rëndësishme që kemi një raund të dytë takimesh, ku secili prej këtyre institucioneve që ka dhënë një kontribut të ballafaqohet nga grupi punës dhe të sqarohet se kjo dispozit është marrë me qenë, është kontributi shtuar, vlerë shtuar dhe është reflektuar, po kjo tjetër ndoshta nuk është e qartë, pa është shumë e rëndësishme në kuadër të një procesi transparent, konstruktiv, gjithëpërfshirës të kemi dhe këtë fazë së dytë, dhe në përfundim të kësaj faze ne do të kemi menjëherë çuarjen e draftit final në Komisionin Evropian, duke qenë se shumë prej dispozitave që ndryshojnë në kodin e ri penal do të kenë bëjnë pikërisht me parafrimin e 54 direktiva të Bashkimit Evropian, kështu që është një punë kolosale dhe transpozimi i këtyre është një punë e mundimshme që merr kohën e vet, por është e rëndësishme që ne në fund të kemi një draft i cili jo vetëm ka marrë dritën e njëjtësisë nga Komisioni Evropian, por të kemi një draft i cili është i mirë konsultuar dhe reflekton statusin aktual social, ekonomik, kulturor të shoqërisë shqiptare. Një vend i cili sigurisht së shpejti pret të jetë pjesë e Unionit. Dhe lidhur me pyetjen e dytë, me burgun e Lezhës, patjetër kam ndjekur me shqetësim dhe gjendjen atje, jam njohur dhe me raportet e Komitetit për Parandalime e Torturës, shfrytëzova mundësinë që kisha dje për takimin me drejtorin e përgjithshëm për drejtat e njeriut dhe sundimin e ligjit në Këshillin e Evropës, i cili është përgjegjës gjithashtu dhe për çështjet që kanë bërë me parandalimin e torturës në burgje, dhe kemi ide shumë qarta duke përfshirë dhe
takimin shumë të rëndësishëm që ne do të mbajmë, përfshi dhe donatorët, ku sigurisht Këshilli i Evropës do ketë një rol të veçantë në këtë tryezë, duke parë dhe mundësinë e adresimit sa më të plotë të gjithë rekomendimet që vijnë nga Komiteti për Parandalimin e Torturës, nga Avokati i Popullit, ankesat janë dërguar Ministrit të Drejtësisë nga të dënuar dhe të paraburgosur për çështje që kanë bëjnë me trajtimin e tyre në sistemin penitenciar, por edhe çdo informacion tjetër që është vënë në dispozicion, në mënyrë që të kemi vërtet një konferencë ose një takim që të jetë shumë produktiv, i udhëhequr nga shqetësimet, i udhëhequr nga nevojat për ndërhyrje dhe mos kemi mbivendosje të ndërhyrjeve që bëhen dhe të jenë afatgjata, mbi gjitha, të jenë të qëndrueshme, që përkthejnë në një trajtim më të mirë të dënuarve dhe të paraburgosurve. Pyetje tjetër? Okej. Shumë faleminderit për vëmendjen tuaj dhe pjesëmarrjen tuaj sot. Ditë mbarë.